Si mund të drejtohem ty o më i madhi, a bëje sukses. Ty të lutem jo Zot, mos e dëno ato tubim që mblidhet për ty. Mos i dëno ato gjuhë që tregojnë për madhështinë tënde. Mos i dëno ato sy që lotojnë nga dashuria ose frika prej teje, ja Allah. Dhe mos i dëno ato zemra të cilat janë të mbushura me respekt edhe me frikë për ty. Ja Rabbi hadi dhunubi fil wara kathurat وليس لي في الحشر عمل ينجيني وقد أتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي وهذا القدر يكفيني. O Zoti im, këto janë mëkatet e mia sa shumë që kanë shtuar. E ditën që dal përpara teje kam frikë se ato Zot veprat e mira mua nuk kanë për të mjaftuar, por unë vi përpara teje me dashurinë për ty dhe për profetin tënd. E jam i bindur se këto kanë për të mjaftuar, ja Allah. Zoti im, si mund të drejtohem ty, ja Allah, kur unë jam ky që jam. Si mund të drejtohem ty, o më i madhi, o më i plot fuqishmi, kur unë jam ky që jam. E si të mos drejtohem ty, ja Allah, kur ti je ai që je. Si mundem të mos të drejtohem ty, ja Allah, kur jam rob i dobët dhe kam shumë nevojë për mëshirën dhe për faljen tënde. Ti je ai që je, më i madhi falës e mëshirues. E di, ja Allah, se sado qofshin gabimet edhe fajet e mia, ato e kanë limit edhe një kufi. Ndërsa mëshira dhe falja jote është pa limit dhe pa kufi. Ndaj vllai im dhe motra ime, në qoftë se ndjen veten se po të mbyllen dyert përpara vetes tënde, ngrej duret edhe me shpirt thirr, ja Allah. Ngrej duret edhe me shpirt thirr, ja Allah. Nëse e shef veten se po të ngushtohet toka nga pak e nga pak, mos haro kur se ke mundësin të ngresh durat dhe me shpirt të rasash, ja Allah. Nëse ndjen se ke nevojë për suport edhe për ndihmë, ngrej durat dhe me shpirt thirr, ja Allah, ja Allah. Nëse një moment mendon se mëkati edhe e keqja ty të kanë mbuluar dhe të kanë bërë përfund, mos e humb shpresën, por thirr, ja Allah, deri në momentin që do të shtrihesh në shtratin e vdekjes. Mos e ndaj kush shpirti nga i madh i Zot, po me zemër thirrë, ja Allah. Ja Allah, ti që ke në dorë gjithçka, o Zot i gjithësisë dhe i mirësisë. Xhamati i nderuar, jetën në fali i madh i Zot këtë dhuratë të paçmuar, që ta jetojmë me mirësi dhe në rrugën e mirësisë, mos bëjmë keq dhe mos bëjmë trazira mbi sipërfaqen e tokës. Të falim edhe të dhurojmë mirësi dhe dashuri. Subhanallah, sa interesant që është. Gjithve dha e dha neve mundësinë Zoti Xheleshanuhu, na fali jetën dhe energjinë dhe fuqinë, por ndërmjet njerëzve, pra atyre që Zoti ja fali këtë mundësi dhe këtë mirësi, dikush hutohet edhe harron, edhe haramin e gjëmon nga brapa, ndërsa dikush tjetër me djersë edhe me hallallik mundohet që ta jetojë jetën e tij. Dikush gjëmon amoralitetin edhe pse nuk ju ka mundësuar një gjë e tillë. Me gjithë zemrën dhe me gjithë shpirt mundohet që të shkojë pas të keqes, ndërsa dikush tjetër mundohet që të ruajë nderin e tij edhe pse i troket e keqja nder, edhe pse i troket amoralitetin nder. Dikush mezi pret që të bëjë një udhtim, që të hallakatet dhe të shkatroj familjen, ndërsa një tjetër mezi grumbullon paratë e tij që të bëjë udhtimin e jetës, shkojë mysafir i Allahut në haxh, ose të bëjë një udhtim që të kënaqë familjen e tij. Dikush momentet e jetës si jeton me Zotin e tij, me Allahun Xheleshanu në zemër dhe në shpirt. Një tjetër mëkatin e ka kollaj,
ndërsa dikush tjetër qan edhe vajton për veten e tij prej Allahu xhaleshanuhu. Të gjithë jetojmë, ama të gjithë do të ndahemi nga kjo jetë në një moment që e ka përcaktuar Allahu xhaleshanuhu, dhe këto gjëra të cilat neve i veprojmë, ose këto gjëra të cilat neve i jetojmë dhe i bëjmë, thënjet dhe veprat tona janë ato të cilat do të mbeten për gjithë secilin prej nesh dhe ato e ndajnë përfundimin e gjithë secilit prej nesh në përjetësi. Am hasiba alladhina ijtarahu as-sayyi'ati an naj'alahum kalladhina amanu wa 'amilu s-salihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum. Thot Allahu xhaleshanuhu, a mos vallë menduan ata cilët janë të pafrenuar, janë të shprenuar pra në bërjen e të këqijave, nuk ruhen nga e keqja. Çfarë ti dali përpara? E mirë, e keqja. Mos vallë mendojnë se ata që jetojnë këtë lloj standard jeti, neve do t'i bëjmë që të jenë të barabartë me besimtarët dhe veprëmirët. Njësoj jeta e tyre dhe momenti që ndahen nga jeta vdekja e tyre dhe kur dalin para Allahu xhaleshanu, sa e ma yahkumun, sa keq që gjykojnë. Nuk mund të jetë njësoj, thot Allahu xhaleshanu, ai cili ja fala jetën dhe u mundu me qenë njëri mirë, edhe ai cili ja fala jetën dhe nuk don me ditë po i harxhon momentet edhe kohën e jetës tij të çmuar me idiotësira, me pisliqe, me budalliqe, me mëkate, Zoti na ruaj. Umar ibn Abdulazizi, Zoti e mëshiroft, qau një ditë, qau shumë. Derisa bashortja e tij i thot, o Umar, thot, çfarë bën të qash? Qau derisa e bëri dhe familjen e tij, i erdhi keq për të. Tha, si mos të qaj dhe të vajtoj, thot. Kur unë, thot, mendoj momentin që do qëndrojmë përpara Allahu xhaleshanu, e Zoti thot në Kur'an, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Nuk ka grup të tretë, një grup që do të shkojnë për xhennet dhe një grup që do të shkojnë për dënimin e Allahut. Nuk ka grup të tretë. E si mos qaj robi dhe si mos bëhet merak njeriu për veten e tij pikërisht për këtë moment që do të qëndrojë përpara Allahu xhaleshanu. Pyet profeti alayhi salatu wassalam Xhibrilin alayhi salam. Dhe i thot, o Xhibril, thot, si ka mundësi engjëllin Mikail se kam pa kur, thot, duke buzëqesh. I thot Xhibrili alayhi salam, ja Rasul Allahu, i dërguar i Allahu, që në momentin që Allahu xhaleshanu krijoi xhenemin, Mikaili nuk ka qesh kur dhe nuk ka buzëqesh kur, fytyra e tij nga frika prej Allahu xhaleshanu dhe nga frika e saj që e ka pa.